Mos më ngrini nervat, mos më ngrini nervat, se do ka blurat të shifën tacë. Okej, rrjetet sociale nuk kanë më kufi. Rene, vajza influencer është vishet live, po prit pak. Kjo është influencer apo OnlyFans me shpejtësi 5G? Publiku, gjysma duke bërë screenshot, gjysma duke shkruar komente si u ishin në finalen e Champions League. Në vend që të jap ndonjë mesazh frymëzues, ndonjë këshill për ndjekësit, ajo vendos të bëj buj, duke hequr rrobat. Dhe funksionoi, se interneti nuk fal, çdo gjë që shkon bëhet më njëherë trend. Por realisht kjo është problem. Influenceri nuk është vetëm show-off, është edhe shembull për të rinj. Dhe kur shembuli i yt është një zhveshje live, mesazhi që jep është i rrezikshëm. Në fund fare, një gjë është e sigurt, Rene mund të fitojë klikime sot, por nesër njerëzit nuk do ta kujtojnë për kontentin e saj. Do e kujtojnë vetëm për momentin kur zhveshja u bë më e fortë se çdo fjalë.